Fillimisht si e pave që të prank call në cilën ra kryeministri i Kosovës. A ju thiri kush juve. A ju thiri juve të kush? Jo shumë befasuse, ndoshta që ka ra në këtë farë kurthe, pregaditën sepse edhe të tjerat kanë rana për kurtha të tilla, u dash me nxjerr mësim me leju, e kanë nxjerr keq zyrën e vet, e kanë nxjerr keq politikën e jashtme, rrjetin diplomatik. Dhe gjithë ata që dash me pregadit krejt këtë bisedë mes dy burgshtetasve, mes dy shteteve, e cila shkon kanale diplomatike dhe nuk mundet me pas devijim. Po ma problematike ka qenë mënyra e komunikimit, përmbajtja, mendësia, adresimi problemeve të brendshme, mënyra se si para burgshtetasve, para partnerve, miqve edhe shteteve tjera pasqyrohet Kosova. Do të secili prej neve menu atëherë çka bën kryeministri në këtë vend. Nëse është gjendja çashtu qysh sepse do të me lexu komunikimi i tij ka qenë i besueshëm që ai po flet me një president ose kryeministri i vendi. Po, domethënë ai qysh e pasqyron është jashtëzakonisht e rëndë, është dërmuese do të thoja për vendin tonë. Nga një koment shkurt lutem që të kthehemi tek aktualiteti me të cilin normalisht kemi nën kryetarin e Lidhjes Demokratike në raport me atë përmbajtjen e asaj bisede mbi të cilën ra po e them viktim kryeministri Albin Kurti. Po, pajtona që përmbajtja është aty skandali kryesor. Dhe më thonë që kemi dëgjuar sot në këtë video, ato që ja thot kryeministri Kurti presidentit të Letonisë, si supozon që është president i Letonisë, e të cilat janë jo vetëm një pasqyrim jashtëzakonisht negativ i Kosovës nga perspektiva një kryeministri, se s'po flet një kryetar partie, nuk duhet me haru, po flet kryeministri. Mirë po janë edhe një farë mënyre, një shpërfaqe, një paknatësia, të them kështu një lloj kështu nisje të armiqësimit, të goditje ndaj zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që nuk mendoj që është as e duhur, as e udhës, as e mesme në këtë kohë. Të mos harrojmë që këto, kushdo që i ka dëgju dhe i dëgjën në të ardhmen, do t'i marrin si qëndrime zyrtarët kryeministrit, meq, si që thatë edhe ju, dhe më thonë aty supozohet që është të kemë ose bisedë zyrtare telefonike. Më vonë është marrë vesh që kanë qenë këta komedianët. Dhe edhe po të mos kishe marrë kjo si zyrtare, mendoj që ajo komunikata e qeverisë sot, që ishte paq skandaloze për mendimin tim, e konfirmon që kryeministri qëndron prapa atyre që i ka thonë. Në më thonë një farë mënyrë të thonë që përmbajtja është në rregull, po se kemi ditë për këtë dhe për këtë në vjen keq, që ka qenë kjo kurthi i këtyre komedianëve, po përmbajtja që atë kryeministri është në rregull. Ai thot ato gjithë. Kështu unë e lexova komunikatën e qeverisë. E nëse këto i thot gjithë takime me zyrtarët, kryeministri që 4 vjet mendoj që i ka bërë dëm shumë Kosovës.